Gazprom është i gatshëm të marrë Alpetrol nëse vullneti i qeverisë që do dalë pas 23 qershorit do t'jeti duhuri. Ambasadori rus në Tiranë, Leonid Abramov, në një konferencë për herë të parë me mediat të një diplomati rus, pas shumë vitesh, ka konfirmuar interesin e kësaj kompanie për naftën shqiptare. Do ju siguroj se Gazprom është e interesuar që bashkëpunimi me Shqipërinë të jetë i leverdisshëm në mënyrë të ndërsjellët. Ne shpresojmë që nëse qeveria juaj që do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të sivjetshme do të mbajë qëndrim konstruktiv, ne do të jemi të gatshëm të shikojmë mundësinë e pjesëmarrjes në tenderin e Alpetrolit. Për një diplomat rus, çështja e nacionalizmit mbetet gjithnjë shqetësuese. Nacionalizmi është i rrezikshëm se mund të kalojë në çështjen e ndryshimit të kufive. Kjo është kategorikisht e papranueshme duke marrë parasysh termin e sallatës ballkanase dhe ekzistencës së një terreni jo shumë stabël. Ministri im i punëve të jashtme, Lavrov, gjatë një konferencë në janar të vitit 2012 në Moskë, tha se nacionalizmi është i papranueshëm jo vetëm për interesat e Rusisë, por edhe interesat thelbësore të çfarëdo shteti tjetër. Sa i përket qëndrimit rus për Kosovën, Abramov ka përsëritur të njëjtën linjë që Moska zyrtare ka pasur vazhdimisht për bisedimet Prishtinë-Beograd. Sa i takon mosnjohjes së Kosovës, por jo vetëm edhe ndonjë shteti tjetër që sa fillon dhe hyn në familje ndërkombëtare, është vendim sovran i çdo shteti të pavarur. Ne jemi pro negociatave Prishtinë-Beograd. Diplomati rus than se vendi i tij është i gatshëm për nënshkrimin e një marrëveshje me Shqipërinë për lëvizje pa viza të një kategorie personash nga të dyja vendet.